Nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes përzemërsisht, kudo që të ndodheni. Natyrisht ditët e fundit të vitit na bëjnë shpesh të reflektojmë. Jo se themi jemi nostalgjik, por gjithsesi na bën të ecim në mendime për ditët që kalojmë, për ditët që shkuan, për ato gjëra që mbesin në mendje, që stresojnë në shpirt e që lënë gjurmë. I them këto fjalë sepse kur mendoj veprimtaritë kulturore në qytetin e Shkodrës, nuk ka si të mos ndjehem shumë mirë shpirtërisht tek mendoj ndjekjen e tyre, tek mendoj përgatitjet, nivelin, pjesëmarrjen. Janë të gjitha që kanë krijuar dhe krijojnë tradita e që nuk rreshtin. Për më tepër në një vit të veçantë, siç është ky vit që po lëm pas, kur pandemia pushtoi mbar globin, të zhvillosh veprimtari të tilla, natyrisht duke ruajtur kushtet e sigurisë, ishte një sfidë më vete. Unë sot kam zgjedhur të flasim për këto ditë dhe këto veprimtari, e natyrisht të hedhim dhe një vështrim mbi ditët që vijnë, ashtu siç mendohen për realizime të bukura kulturore. Me mua, sot në studio, është drejtoria e Drejtorisë së Kulturës në Bashkinë Shkodër, zonja Terezina Hila. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur. Mirëmëngjes, mirë se ju gjeta. Faleminderit shumë për ftesën. Në fakt, kam shumë kënaqësi. Kur drejtohem në sektorin e kulturës, ndoshta jo se është një ndjesi personale, por se pa kulturën, pa aktivitetet kulturore, Shkodra sikur nuk mund të mendohet, apo jo? Është e vërtet. Në fakt, viti 2020 ka qenë një vit shumë i vështirë për kulturën, artin dhe sportin. Dhe prandaj dua që të përfitoj nga rasti që jam në studion tënde, du të falenderoj kompletan artistët e çdo zhanri për përpjekjet e jashtëzakonshme që kanë bërë për me kanë afër ardhësve. Por njëkohësisht unë dua me falenderoj shumë edhe stafet mbështetëse, stafet punonjëse, si të bibliotekës, të muzejve, të teatrit, të qendrës kulturore të fëmijëve, të Sport Klub Vllaznia, që kanë bërë maksimumin për me i bërë të mundshme tanë aktivitetet që kemi bërë ne gjatë vitit. Keni një ushtri të madhe, shumë reparte, po që të gjithë pulsojnë me aktivitetet e tyre dhe nuk i kanë, jo të themi neglizhuar, por përkundrazi kanë hedhur ditë pas dite hapa për realizimin e tyre. Viti 2020 ka qenë një sfidë e jashtëzakonshme për faktin sepse ne vim nga eksperjenca që ishim në maja të aktiviteteve dhe pandemia ndryshoi gjithçka, por ne kemi funksionu me mendimin që me qenë si jemi ndër më të mirët. Kushtet ndryshojnë për të vazhduar për të qenë më të mirët edhe ne ndryshume. Gjatë vitit do ta shohim që kemi ndryshuar shpesh herë qasje. Në fakt e kam bërë re edhe në artistët që kanë ardhur her pas here në studion tonë. Periudha e pandemisë, karantina, mbase ai izolim i ka mobilizuar për të dhënë produkte të veçanta dhe të cilat janë shprehur edhe në krijimtari, edhe në përkthime, edhe në artet figurative, gjë që e kanë treguar. Është vërtet se faktikisht viti filloi normalisht, me thënë drejtën, filloi me aktivitetin e karnevaleve që hap, si më thënë, vitin, me shkollat nëntëvjeçare që ban konkurset, banë një shfaqje secila për karnevalet, dita 2 që ishte një përmblasje gjithë shkollave, 3 shkolla fituese edhe të grupit karnevalesk, dhe ishte një gjë shumë e bukur. Pastaj më mrapa vazhdoi edhe me festivalin e shahut, ishim në një aktivitet tjetër ku përsëri shkolla nëntëvjeçare u bë dhe aty u ndërprej, pra në gjysmë shkurtër filloi të ndërprehej gjithçka. Gradualisht filloi të zbehej, na u ndalën fazat e fundit përfundimtare të aktiviteteve dhe në mars ne mbetëm gjithë në karantinë. Në fakt më kujtohet pikërisht ato ditë kur Qendra Kulturore e Fëmijëve kishte hedhur hapat deri
kulmit të bilbilave. Dhe i madhi Kujti Malia, kështu do ta quaj, ai që i blaton me dashuri edhe stafi i tij. Shumë respekte. Më thanë që ne nuk do ta stopojmë. Do t'i zhvillojmë në mundësinë më të parë të mundshme pikërisht këto finale, në mënyrë që jo thjesht të jetë një kujtim, po të jetë një vlerë në rrugën artistike të këtyre fëmijëve. Dhe është fidanisht. Është fidanisht e vërtet që KFJ-ja, dhe është e vërtet, dhe në momentin kur gjithë kanë thënë ne nuk do t'i stopojmë, ta jeni të sigurt që kërkush nuk ditë si do ta vazhdojmë. Por ama me një herë, si shënojnë njerëzit para sfidave, mblidhen, mendojnë, diskutojnë edhe vendosin. Dhe gjithë prilli ka qenë performancë aktorëve më të rëndësishëm, performancë online. Të gjithë, gjatë muajit prill, të gjithë aktorët e dramës banë performancat e tyre në kushte shtëpie. Edhe u dhanë, po mendoni që ato sa mesazhe të bukura njerëzore. Po, kanë kenë kohë shumë të rënda, shumë të errta. Ata kohë dhe ti të dëgjoje një aktor të mirë, siç është për shembull Munda Marko, Rita Ranko, Rita Smaja, Rita Gjeka. E përshëndesim Rita Ranko, sepse është e pranishme si artiste. Ajo, kantar. Merita Smaja, Simon Shkreli, shumë aktor të ndryshëm pra, të cilëve ju bashkangjiten edhe aktorët veteran. Kjo ishte edhe e bukur, zoti Merbala, Mirjam Bruçeti, Fritz Fistani, pranë këto performanca. Njëkohësisht, edhe grupi rinor i teatrit bani 3 mini komedi të vogla që i dha online, që i bate me qesh, edhe me menu njerëzit që i dëgjonin. Siç ishte Fritz Selmani ka marrë pjesë, Klodiana Vata, ka kenë Silvia Kacaroci, kanë disa, janë aktorë të rinj të komedisë. Po kështu edhe estrada, edhe grupi estradës me instrumentistat me kry Lirzogën, u grumullur dhe banë performancë 2 këngë shkodrane që adhuruan e publikut online. Pra, ishin shumë bura dhe këto do menja që ne do të vazhdojmë online përderisa mund të vazhdojmë. Dhe sikur të trokisje në mendjen dhe në zemrën e secilit prej artistëve, të gjithë kishin nga një ide, të gjithë kishin një vështrim të mëtejmë për të realizuar diçka të bukur. Më kujtohet një komunikim me maestro Ilir Zogën, se afërmi kemi një aktivitet shumë të bukur dhe nuk reshti. Pranverë në këngë u realizu shumë bukur në një ambient të hapur. Po, është e vërtet. Në Pranverë me këngë u përgatit dhe në si vjetë në ka ndihmu shumë koha, sepse kemi shfrytzuar shumë ambientet të jashtme, dhe Pranverë me këngë u shfaq në korrekt në sheshin e Shirokës. Ka kanë me 1.000 pjesëmarrës. Ka pasur dhe kanë pëlqyer shumë. Jashtëzakonisht shumë si aktivitet. Po edhe në maj vazhduan aktivitetet sepse u doli sfida para aktiviteteve që kishim për festa tradicionale, si do zhvillohen festa tradicionale, kanë përfshirë shumë tanë qytetin gjithmonë, si do të përfshijmë tani edhe Drejtoria e Kulturës në fakt përgatiti një klip me video amatore të fëmijëve nga kushte shtëpie, recitime, krijime, edhe rreth 50 fëmijë kanë marrë, 50 video amatore kanë shku drejtim të drejtorisë tonë për t'i përpunuar në një klip. Këtu na kanë ndihmuar dhe të televizoret lokale, sepse ata na ndihmuan për me bë bashkë dhe me përgatit një klip i cili doli si një përshëndetje, si një notë optimizmi në ato kushte që kalonte vendi jon. Kanë marrë pjesë rreth 50 fëmijë kanë pro video. Njëkohësisht kemi futur brand edhe muzeun historik, i cili përgatiti online foto të repertave floral të udave shkodrane. Po kështu galeria jo bashkalidh këtij aktiviteti online me pikturat e fondit me motive lulesh, shumë të bukura, ja piktorëve tonë të muaj, shumë të bukura. Dhe njëkohësisht edhe biblioteka nga ana saj, bibliotekës Marin Barleti, përgatitin rreth 65 fëmijë recitime online. Pra, kjo i gjithë klipi doli në Facebookun e Drejtorisë Kulturës dhe u shfaq edhe në vendet e tjera dhe ka marrë mbi 5200 klikime. Pra, një aktivitet që u shpërnda. Ne më ritme të realizonin përfshirjen e të gjithë
bashkëqytetarëve tanë në një këtë festë tradicionale që ishte 6 maj. Paruar sepse kultura në Shkodër ka traditat e saj në realizimin e aktiviteteve. Nuk mund të harrojmë çmimin Pjetër Gaci, i cili këtë vit u zhvillua në kushte të pandemisë dhe u zhvillui gjithë në online. Edhe çmimi Pjetër Gaci ka kanë një sfidë më vete. Ne kemi diskutuar vazhdimisht, kemi diskutuar edhe me drejtorin artistik të tij që është Klevis Gjergji, edhe vendosëm ta banim online. Pra hapëm përgatitëm platformën dhe aplikune edhe u zhvilluai gjithë online. Mirë po, është vërtet që është sfidë, po ky pat edhe atë dritën e vet, si mund ta themi, përveç hijeve, pat edhe dritën. Cila ishte dritë? Duke qenë online, patëm gati 200 aplikanta, 200 konkurrentë. U shpërnda shumë. Po, sepse ishte online dhe sollën videot e tyre në platformë. Por patëm edhe këtë mirën që juria ishin të gjithë më të mirët që profesionistat e fushave, sepse kanë kategoritë piano, instrumenta frymor, kanto, kitar, edhe kanto, kitar dhe të gjithë më të mirët e këtyre disiplinave ishin në juri, sepse ishin online dhe e kishin të mundur. Edhe një mendim i pavarur. Për shembull, kemi pas Kastro Tushën në jurinë e kantos, Frano Lufin që është djali i Shkodrës, Gjoan Shkrelin për violinë që është i mrekullueshëm në Itali, e kemi pas në jurinë e violinave, pra Edmond Misa është i kitarave që ka kanë një kitar, pra ka dalë me të vërtet diçka e bukur. Pra sfida u kthyn këtë rast në një oportunitet për ne. Dhe më i miri doli Juri Dajani, të cilin e përshëndesim, ai violinist virtuoz i vogël, por shumë i madh në interpretimin e tij. Janë emra të rinj që vërtet jo thjesht të japin shpresë, po të japin krenari apo jo? Shumë krenari, shumë jashtëzakonisht shumë krenari dhe jam shumë krenare për Bashkinë Shkodër që jep mundësinë, pra nuk heq mundësi për modifikojmë qasjet për të vazhduar, për të dhënë mundësi të ri dhe talente të ri për të shfaq, për të pasur ata knajsinë e konkurrimit dhe për të fituar. Natyrisht ditët pulsojnë dhe ndoshta vera që një shpërtim tjetër i veprimtarive u duk sikur ka një lehtësim të situatës, por një mundësi akoma më të madhe për të zhvilluar në sheshe, në ambiente të hapura aktivitete ku mund të kishte pjesëmarrës. Dhe është shumë e rëndësishme që Shiroka u bë sheshi artistik ku u zhvillonin të gjitha këto veprimtari, pothuajse, sepse ka pasur edhe në ambiente të tjera. Unë dua të ndalem tek një aktivitet tashmë tradicional, i cili nuk është lokal, nuk është kombëtar, është ndërkombëtar, që mban titullin Shkodra Jazz Festival, i cili është një aktivitet shumë i bukur, një aktivitet që sjell në Shkodër gjithmonë jo thjesht emocione, po vlera. Mbantje Rock Academy me masterclass, me shkollat e verës, ka tërhequr shumë vëmendje në kultivimin e muzikantëve, instrumentistëve, këngëtarëve, gjë që e bën gjithmonë artistët të interesuar të marrin pjesë, e natyrisht edhe spektatorin të interesuar. Është vërtet, Shkodra Jazz Festival është një ndër aktivitetet madhore që kemi në Shkodër dhe gradualisht Shkodra po fillon të identifikohet me këtë festival edhe në arenën kombëtare. Si vjet u zhvillua në kushte të vështira, por asgjë nuk e ndali që Rock Akademia të shtojë edhe një deg tjetër. Të shtojë një teknologji që është shkrimi digital muzikor. Një klasë e cila u drejtua nga zoti Markelian Kapidani. Pra, ai është muzikanti jonë, është djali i Shkodrës dhe shumë i talentuar. Pra, Rock Academy solli përveç performancës jazz, solli edhe klasa për oportunitet për të rinjt tanë për të mësuar gjëra të reja. Gjë që mbani përshtypje si vjet është që tek ne si vjet kanë ardhur shumë artista të huaj, duke ditë që duke shkuar përsëri në vendin e tyre do të banin karantinë.
Dhe kjo më ka bërë shumë përshtypje. Çfarë dëshiret e madhe. Edhe respekt për aktivitetin tonë, pra, sepse ata jo vetëm japin, po edhe marrin nga aktivitetet tona. Sa do të hujme, sa do jashtë Shqipërisë dhe po ato përfitojnë. Kuptoj, siç përfitoj edhe rinia jonë. Kanë qenë rreth 10 koncerte që janë dhënë nga mesi i gushtit deri në fillim shtatorit. 10 koncerte, pra kanë qenë përveç jazzit, kanë qenë klasike, ka qenë fizharmonika, u fut si vjet klarina edhe një teknologji. Pra është një aktivitet. Me vend të përshëndesim të gjithë mjeshtrit e kësaj pra, që nga drejtori artistik që aktiviteti. është Florian Japo, i cili është tamam menaxher muzikor, është i jashtëzakonshëm, është Paçalin Pavaci, një violinist i jashtëzakonshëm. Në koncerti i orkestrës Skanderbeg ka qenë me të lanë pa fjalë, më ka qenë i jashtëzakonshëm dhe më vjen keq që si ishte mundësia për me qenë shumë njerëz. Se u zhvillu në oborrin e Osokuks, të shifshë rinin sytë e artistave të rinj, se si përfitonin nga puna me Paçalinin dhe çfarë koncerte nxorën në fund. Një instrumentist i përmasave ndërkombëtare, i cili performon si spal, si violinë e parë në orkestrat më në zë të Europës. Është vërtet, kena me fat që na vinë, si më thanë. Ju e përmendet Markelian Kapidanin, Bardh Jakovën, që drejton klasën e fizharmonisë. Orestia Kapidani, e cila në këtë momente përveç se drejtoi klasën e saj, hapja dhe një ekspozit në Galerinë e Arteve, gjë që e bëri pikrisht këtë aktivitet më të hapur, më shumë më dimensione, të zgjeruar. Shtoj dimensione. Kjo është e bukura e Shkodra Jazz Festival, sepse Floriani duke qenë një menaxher i vërtet, ai shton vazhdimisht shton klasa, shton produkte të cilat kërkohen nga rinia, kërkohen nga, nuk mund të them tregu, po kërkohen nga artëdashësit. Edhe formimi muzikor, formimi teorik muzikor, formimi fotografik. Ka të bëjë me një formim shumë profesional. Se kur përmendet fjala treg, duket sikur hyn komercialiteti. Jo, këtu ka të bëjë me profesionalizëm, me një mësim akademik që hedh hapa të sigurt dhe shumë të veçantë në jetën e këtyre artistëve. Kur merr pjesë në klasat e tyre që shkon ndonjëherë dhe dëgjojnë për qejf, e kupton se sa janë si një ujë në tokë thatë. Pra shkrimi digital muzikor ishte i jashtëzakonshëm për studentët që nishin. Pra ishte një gjë krejt, ata janë të formuar, nuk them që janë të bardhë. Ata janë shumë të formuar dhe edhe këtë gjë e mirëpresin jashtëzakonisht. Plus edhe eksperiencat me artistët e huaj i orienton ato të shohin se ku janë vetë, sepse ne na interesojnë tanët, artistët tanë, që mi dhanë maksimumin, por Shkodra Jazz Festival del për masave të Shkodrës. Dhe kjo vlerësuar në Tiranë, u ftu 2-3 herë në Tiranë për të dhënë koncerte në Tiranë, por në kohë pandemie në Tiranë dhe të kesh spektator është një tregues shumë i madh i vlerësimit edhe me vlerave që i jep ti spektatorit. Pothuajse paralel u zhvillu dhe ZA Festival, një tjetër traditë që zhvillohet për çdo vit këtë herë në Kalan e Shkodrës. Edhe kësaj radhe qasja ishte online, pra u zhvillu në 2 vende, edhe në Kalan e Shkodrës u bën në filmime, edhe në Theth. Edhe ka dalë produksioni në një disk i cili i shpërndahet njerëzve që kanë dëshirë. Ishte e pamujtën mos më e bë, mos më mbështet. Kjo është dëshira dhe dashuria. E mbështeten edhe të tjerë, po edhe Bashkia e Shkodrës nuk qëndrojnë mbrapa për ta mbështetur. Dhe ndërkohë që u zhvillohen këto aktivitete artistike, ndërkohë dhe teatri bate dramën repartet e ushtrisë së madhe kulturë. Dhe ndërkohë, sepse artdashët janë të kategorive të ndryshme, kanë dëshira të ndryshme, për shembull, ndërkohë ne në Shirok vazhdonin të shfaqim film, kineman e hapur, që u bë shfaqja e Çiftit Lumtur, që u mirëprit shumë dhe aty morëm me spunto që po ekrani mund të jetë një diçka e bukur. Sepse ai shesh u përdor shumë bukur artistikisht. Po, është e vërtetë. Ishte një mundësi që u ofrua tashmë me rivitalizimin e asaj zone. Rivitalizimin e zonës dhe ne shikonim se kemi studiu nga janë lëvizjet e njerëzve, masditeve.
Nuk ishin ma nga qana si kanë zakonisht, ishin nga Shiroka, sepse vetë pandemia I deteroi njerëzit. Atë që thash në fillim, pra nëse kushtet ndryshojnë, edhe ne duhet të ndryshojmë për të majtë kotën që ishim. Edhe kështu që ne e pam që e vërtet, gjithë Shkodra dilte mas dite me fëmijë për të ajrosur nga Shiroka, sheshi ishte aty, ishte shumë gja bukur me atë formatin e tij me shkallina, me naje, me shtrume dhe batanie, faktikisht. Shtrume dhe ca batanie në tokë për më ullë rinja dhe u ba dhe Ndërkohë ju përmendët teatri, një institucion, teatri Nderi Kombit, teatri Migjeni Nderi Kombit, I cili nuk kresh. Përshëndesim Ritën Gjeka, që janë nga trova emrin parë. Se mos na fajnë ndoj gja. Stata të jo. Për vërtet punë shumë e madhe, jashtëzakonisht e madhe, më thanë, dramat, 2 drama. Nata trokitjeve në Xhama, për shembull, u bë gjitha pa patur premier, po me një premier kështu brenda sallës. Me dëshirën e madhe për ta përgatitur dhe për ta pas gati, për ta shfaqur, se edhe mendonim se do të vinin në kushte, edhe sa mirë është që të mos presësh, të rrish me duar lidhur edhe thosh, o Zot kur po vjen dita. Jo, të gjithë punuan në mundësitë e tyre. Zakonisht punuan shumë, banë dramën Kutia Zez, dhe njëkohësisht përgatiten dhe e shfaqen për një publik shumë të reduktuar për me tregu, edhe vetë me performu në skenë. Njëkohësisht përgatiten edhe dramën tjetër, Nata trokitjeve në Xhama, me shkrimtarit e Dimitër Anagnosti, I cili edhe ajo nuk u dha si premierë mbyllur, por e gatshme për të shfaqur. Dhe ndërkohë, nga krau tjetër, punonin për premierën e teatrit kukullave Gishtëza. Pati shumë veçanësi. Pa shumë dinamika, shumë njekje dhe prandaj falenderoj shumë. Edhe aktorët shumë, jashtëzakonisht shumë, edhe stafin mbështetës. Dhe teatri kukullave pati shumë sukses, gjeti ambientin, gjeti fëmijët me distanca që vinin çdo ditë shtunë dhe diel dhe u afeksionuan shumë me kukullat, me ambientin, me Gishtëzën, pra premiera ishte Gishtëza, Hans Christian Andersen, shkrimtarit madh. Por që u përpunua nga Meritas Maja. Meritas Maja dhe Shegushe Bebeti për në tekst, por Meritas Maja bani jo vetëm regjin, bani skenografin, organizoi komplet regjin, pra organizoi tanë aktorët, dhe u ban gati për të shfaq ditën e parë, shfaq në hall. Pati jashtëzakonisht për pjesëmarrje, dhe pam të arsyeshme ishte shumë e domosdoshme të jepni mundësi spektatorët vegjël vinin më shumë. Atëherë u mendu bashkëpunimi me biznesin privat, që ishte Tradita, dhe ata na dhanë na Kam pasur në studio Drame Xhaj, e cila më ka folur në mënyrë të detajuar rreth këtij aktiviteti shumë breslënës për fëmijët. Shumë breslënës, është krejt e vërtet, pra kanë pëlqyer, e kanë zgjatë vetë, e kanë pa se si është realizuar dhe e kanë mjek vazhdimisht. Ndërkohë nuk mund të lëm pa vështruar në aktivitetet e Qendrës Kulturore Pjetër Gaci, I cili përveç se çmimit Peter Gaci si partner kryesor, I organizoi ahengun shkodran, një tjetër traditë e Shkodrës. Edhe ajo ishte sfidë me vete, po me që ishim në kulm të verës, morë me guximin me e ba në borë. Në borën Shkodran, si që kena ba për hera me pak spektator, jo shumë spektator, edhe ishte një gjë shumë e bukur. Aja ishte tamam si një valë freskie për qytetin. Ndërkohë më vjen jashtëzakonisht mirë që vlerësimet nuk kanë rreshtur, sepse pikrisht Orkestra Teatrit Migjeni dhe ky grup I Qendrës Kulturore Pjetër Gaci morën pjesë në festivalin folklorik tipologjik të këngës qytetare shkodrane, ku u vlerësuan orkestra më e mirë, Orkestra Teatrit Migjeni në drejtimin e Ilir Zogës, këngëtari më I mirë Laurian Eili, festivali u zhvillua në Elbasan, dhe komplet grupi mori çmimin e tretë, gjë që e bën këtë aktivitet mjaft të vlerësuar. Unë kisha dhe diçka për të shtuar, nga krahu, këto janë si aktivitete artistike, po si vjetë kulturore ka kanë shumë me vlera festivali letrar, që u organizu nga Biblioteka Marin Barleti, stafi saj dhe
zoti Magjit Cungu, ka kanë një festivalet shumë të bukura. Janë ftu 4 shkrimtarë të mëdhej, në cilët Rodolf Marko, Stefan Çapaliku, Aga Polloni nga Prishtina, edhe Durim Taçi, ai jeton në Itali. Kanë 4 javë ku janë realizuar bashkë bisedime, dialogje, dhënie mendimesh, diskutime me publikun tonë. E zhvilluam tek oborri përsëri Josokukës për të qenë jashtë në ambientet hapura, që ka qenë një festival me shumë vlera, që patjetër edhe në Tiranë, Ex Libris, që është një nga gazetat e rëndësishme kulturore, e paraqiti këtë festival. Tërhoqi vëmendjen, sepse vërtet këto janë emra shumë të njohur. Ka dalë jashtë, ka dalë me përmasa ndërkombëtare, kanë kanë artista që për shembull Rodolf Marko jeton në Londër për sa vite, Aga Polloni në Prishtinë me shumë vlera. Po kështu Stefani është i joni që punon jo vetëm në Shqipëri, po ka botime edhe jashtë shtetit. Pra, ne kemi shumë dëshirë të sjellim Shkodrës gjëra të cilat janë më të mirat e kohës. Të mos i mbesim asnjë institucioni mangut, sepse ditët pulsojnë në një aktivitet tashmë shumë të bukur. Kompozitor, autor tekstesh, aranxhues, këngëtar, në një interesim të jashtëzakonshëm për festivalin e mrekullueshëm Lulebor. Lulebora pastaj është një mrekullim vete. Është 4 vit që zhvillohet dhe nuk vetëm ka pas rritje interesi. Vazhdimisht vetë rritje interesi. Dhe si vjet në kohë pandemie, kur diskutohej a do të bëhej, sepse ne do të marrim mendimin po do bëhej, do ta banim para 6 muajve se të ishte festivali, do të kompozoheshin këngë, do të arranxhoheshin. Po, çdo gjë bëhet graduale. Madje ai shtroi pyetja a do bëhej. Po, do bëhej, do bëhet. Po do bëhet, edhe në thamë do bëhet. Kështu që aplikune jashtëzakonisht shumë kompozitor dhe autor tekstesh, fituan 20 vet, 20 autor tekstesh dhe kompozitorsh, dhe ishte një i cili për shkak të pandemisë u bën në një natë. Po. Se ne kemi pas me bën me 3 net, në një natë, për që ishte një natë kulmore, ishte shumë e bukur. Dhe tërhoqet edhe në gjykim, njerëz që kanë një rrezatim të gjerë kulturor, që kanë rrënjët në Shkodër, por që kanë një aktivitet, për shembull të ftosh Lorenz Radovanin, Markelian Kapidanin, Blashen Satën, Bëja Çamili ka kanë Joni, po zoti Zia Vukaj. Pra një juri profesionale. Por që edhe aktiviteti ashtu siç po merr përmasa edhe në shumë aktivitete të tjera i kalon në pjesëmarrje kufit e Shkodrës. Fitues Enis Mullaj dhe Eriona Rushiti në interpretimin e këngës Kam shku të Saviana Vjerdhës në këtë interpretim të mrekullueshëm të saj. Një këngë që sipas vlerësimeve të specialistëve mund të konkurojë edhe me festivalet të tjera, siç është festivali i radios. Pra, vjet re një cilësi. Kemi edhe Shkodra Elektronik, që është që solli që interpretoi Silvia Kaçar çmimi i dytë. Dhe ajo është muzikë performancë moderne, janë qasje moderne. Aty futen disa rryma. Kjo është e bukur e aktiviteteve tona kulturore, pra jo vetëm klasikja, tradicionalja, por edhe futjen e gjanave të reja. Ajo që më ra në sy ishte pjesëmarrja e këngëtarëve të rinj. Po. U aktivizuan shumë këngëtarë të rinj. Gjë që do të thotë ajo fidenishte e mrekullueshme e Kujtim Alis, po përcillet në aktivitetet të tjera. Po. Dal nga dal, megjithëse janë nxënës 15-16 vjeç nga një herë, duken të vegjël. Është edhe fidanishja QKF-s, kena edhe fidanishtin e shkollës muzikës me kanton, edhe pra Shkodra bulon nga fidanat e rinj, por e bukur e Shkodrës tonë është sepse ne i kapim të fidanat e rinj dhe ju isim. I lajmë rrit. Ja ku mundësin për më rrit. Dëshira për të realizuar aktivitete i mban gjallë, gjithmonë funksioni mban gjallë aktivitetin. Dalja atyre në skenë, performanca atyre në ushqen jashtëzakonisht shumë edhe për vitet pra për më vonë. Kjo është një karakteristikë, ashtu si
pa lënë pas dore një institucion tjetër, shumë të rëndësishëm. Pa kalu të institucionit tjetër, do të vlerësoj për Luleboren, është vlerësu shumë dhe është transmetuar nga rrët të shumë muzikë. Po, aty ishte... Pra, ky filmim u dha edhe në televizor, po është kallëzon që ke kalu standarde për kalu në këtë lloj transmetime. Në fakt do të ishte shumë më mirë që këto këngë të transmetoheshin jo vetëm këtu jena të punum pak, jena të punum është pak a shumë për shembull, pse të mbesin në skenën e një festivali, kënga e vjetshme e Laurianit, për shembull, kompozimi i Zefçobës, si atëherë të them të du, është një këngë e mrekullueshme, e ka sjellë në videoklip. Çdo festival ka perlat e veta. Çdo festival, siç është i vjetshmi, çdo festival tjetër ka perlat e veta që ka sjellë që ne duhet të punojmë shumë për t'i sjellë. Ashtu siç 2 vite më parë ka nga Tonin Parnaku. Nuk është thjesht dëshirë punë ose jo, po është edhe pak ligje, pak probleme ligjore, jo drejta e filmimit. E drejta autorit nganjëherë pengon paksa. Janë ca gjëra që ne faktikisht duhet me punu. Po me që ishte situata pak e zorshme, por si vjet do të transmetojmë në festivalin Lulebor me datën 26 në shesh të Shkodrës, në sheshin Parabashkisë, në ekran do të pasqyrojmë festivalin Lulebor, një në festivalet. Do ndalemi më pas, ndërkohë që siç thamë edhe më herët, një ndër institucionet do të thosha përsëri shumë profesionale është Galeria e Arteve Figurative. Nuk ka rreshtur me aktivitete, me ekspozita. Po unë du të përmend fillimisht Vjeshtën, e cila ofroi një masterclass në punime prej balte, ishte një shkollim i disa skulptorëve në drejtimin e Petrit Alibalit, një skulptor, më falni, Bilalit. Po i ngatrojmë nga një herë, sepse janë shumë të njohur. Djalë Shkodrës edhe janë të Shkodrës. Dhe vërtet pati interes. Ashtu siç drejtori i këtij institucioni Fatmir Juka së bashku me stafin e tij punoi shumë në përgatitjen e ekspozitës kulmore, siç është Salloni i Vjeshtës. Galeria e Arteve është një institucion i cili vërtet vazhdimisht punon dhe unë gjej rast që bëj thirrje prindërve, është shumë e domosdoshme të sjellin fëmijët në Galerinë e Arteve, të edukohen me pikturën, ne kena perla në fondin tonë dhe është me të vërtet japin emocione kur i shef pafund. Është vërtet që vinë shkolla, vazhdimisht në takime, në vizita në Galerinë e Arteve, po edhe prindja me fëmijë duhet vinë, sepse i transmeton atë dëshirën për artin, për kulturën. Galeria e Arteve që vjet fillon pra pamet nevojshme, si thamë, artdashësit donin kishin nevojë për një program edukimi dhe filluam me fëmijë të vegjël dhe që se vjetë vazhduam me... Që një piktore i Shmaku. Po, i Shmaku, që ka ba me fëmijë dhe doli suksesshëm dhe ne vazhduam edhe si vjetë, pra planifikum që... Program edukimi artistik. Artistik me fëmijë. Dhe këtë e vazhduam tek kursi punime prej balte. Duke funksionuar kështu si një institucion kulturor, artistik dhe edukues. Edukues, shumë edukues, dhe njëkohësisht vazhdonte puna nga staf, pjesa tjetër e stafit, për ngritjen e ekspozitave verore, që ishin me me pikturat fondeve të arkivit të galerisë. Dhe gjatë verës ka qenë pikturat e Simon Roth, piktorit tonë të njohur, por sollën me element etnografik, pra jo ashtu se kena pa zakonisht, por pikturat me element etnografik, ishin shumë të bukura. Tematikat caktuara. Me tematikat caktuara, pra vazhdimisht aktivitete. Ajo që më ka rënë në sy, dhe që në një farë mënyrë ne po flasim me shumë pozitivitet, dhe në të vërtetë meriton Shkodra dhe aktivitetet e saj këtë pozitivitet. Ajo që më ka bërë përshtypje është nata finale ose hapja ekspozitës Salloni i Vjeshtës. Një interes sepse si vjetë përfshi rreth 50 vetë kanë konguru. 50 vetë zgjellë për të qenë aty. Ka ishte shumë pjesëmarrje për staf.
u zhvillua në kushte të pandemisë, por edhe të respektimit të protokolleve të sigurisë në mënyrë shumë rigoroze. Nuk mund të futesh në galeri siç jemi futur në një promovim të një ekspozite, me shumë limite dhe her pas here. Më ka bërë përshtypje, rrallë pas derës në obor jashtë për të vizituar me radhë ekspozitën. Mendoj se kjo, më shumë se ekspozita, tregon atë çfarë mbjell në shpirt arti dhe kultura. Po, dhe kjo tregon se sa ardash janë shkodranët. Shkodranët janë shumë ardash, janë shumë të respektuar në artit dhe një dashuri pa kufi edhe për sakrificat që ka ba stafi për ta ndërtuar këtë gjë, sepse salloni vjesht do të bante mbrapa, nuk mund bëhej kënd tjetër siç kishin bërë herët e tjera, jo me oborre, jo me holle, jo me oborre të mbrëmshme, ajo do të bante mbrapa. Atëherë cila do të ishte procedurë protokolli, ishte ky. Atëherë hajde ta respektojmë. Dhe të gjithë respektojnë pa diskutim. Në rradhë gjatë dhe akoma vazhdojnë njerëz që vinë. Vazhdimisht vinë njerëz dhe vizitojnë. Një ekspozitë shumë e bukur, edhe sipas syrit të specialistëve që paraqet nivele. Po, Juria foli shumë fjalë të mira edhe për pjesëmarrësit, po foli shumë fjalë të mira edhe për kurator. Një ndër kurator ka kanë edhe Eros Dibra, djali i profesorit Ridvan Dibres, po që Juria vlerësoi shumë kurimin e kësaj ekspozite. Për çdo vit faktikisht kanë folë fjalë të mira. Më bën përshtypje që pikërisht drejtuesit e galerisë tërheqin vëmendjen e specialistëve për kurimin e ekspozitave, marrin japin hapësirë artistëve që vinë, hynë për të shpërndarë vlerë artistike, siç është ekspozita e artit Kam pano. përshtypjen se këto është çelësi për parimit Shkodrës, se ne jemi të hapur në më të mirëve. Ne nuk zën vend me një ushtësia, por me një hapësia. Po hapen me më të mirëve, ti vetëm ke përfitim. Vërtet. Altini që ishte kryetari i Jurisë, është një ndër akvarelistët më të mëdhenj në Shqipëri. Janë mjeshtra të mëdhenj që vinë për çdo vit dhe flasin fjalë të mira për galerinë tonë. Ndërkohë që festa të ndryshme, ditët të ndryshme të veçanta kanë pasur edhe organizime të tjera në sheshe. Po, kanë pas... Dita e rinis, për shumë. Po, tash ne këtej vim nga dhjetori, me 8 dhjetor ka kanë dita e rinis, po ka kanë pak ditë edhe ranë për qytetin tonë, për tanë Shqipërinë, se ka kanë gjinollën atë vrasja në Tiranë, kështu, por gjithsesi ne thamë do ta paraqesim, sa është dita e rinisë, dhe ngritem një ekran. Pra që ngritem një ekran në sheshin e Bashkisë Shkodër dhe dham koncertin e grupit Europe, që është Wind of Change. Një hapësirë tjetër. Wind of Change, janë shumë të bukura. Ne morëm me spunton për ekranet që nga ekrani i kinemas hapur në Sherok, që njerëzit e vlerësuan, dhe menduam që me qenë se ne nuk mund të jemi afër me njëri tjetrin për shkak të këtyre kufizimeve, le të jemi larg, por me një gjë, me një ekran, me një shfaqje të bukur, me një shfaqje tematikore, me tematikë. Ideja e ekraneve ndoshta dhe ju ndjek përsëri në këto festat e fundvitit. Po, është menuar që të ngrihen ekrane. Sot kemi një ekran, pra sot është data 22, do të japim disa kolazh, pra është menuar me tematikë pra krishtlindjesh, dhe do të kemi një kolazh për fëmijë, që do të i madhi Kujti Malia dhe Qendra Kulturore e Fëmijëve i ka përgatitur 4-5 këngë, dhe sepse ne nuk e përmendëm festivalin më kombëtar të fëmijëve. Edicioni 58, edhe ai në Shirok, por ky edicion solli edhe përpunim i këngëve më të mira ndër vitet fëmijëve. Edhe këto janë kolazhet, këto janë produktet e këtij festivali, përveç performancëve. Çfarë sfide? Ato fëmijë që bënin në distancë prova, që respektonin kushtet e sigurisë, por që vinin me një dashuri të madhe dhe që do t'i mbetet në mendje. Manjola Lloja, që i përmendet tangon ju lutem respektoni distancat e tjera. Po shqyr të gjithë shëndosh e mirë. Po, normal. Kjo është produkti. Kur ke kujdesin, atëherë gjithçka shkon mirë. Kështu që këto 3 këngë do jenë sot dhe njëkohësisht do të jepet edhe një film për fëmijë
Në Mama kam humbur aeroplanin, është një film për fëmijë. Ky do të jepet me datën 22. Mikeleu Kalquin, i famshëm. Dhe pastaj me datën 24 do të jepet në sheshin Nën Tereza, kanë krishlinjesh, që japin atmosferë me që është nata. Pastaj me datën 26 do të jepet në sheshin e Bashkisë, do të japim festivalin Lulebor, një produksion e festivalit Lulebor. Me datën 27 do të japim Ahengun Shkodran, dhe me datën 30 kemi Pranverë me Kang, do të zgjedhim një nga koncertet Pranverë me Kang, dhe me 31 është një grup rinor i Qendrës Atelje që kanë zgjedhur disa këngë që kanë dëshirë me i dhanë atë natë me datën 31. Të gjitha fillojnë nga ora 6:30 deri në 8. Njerëzit që kalojnë aty mund të nalen, mund të shijojnë. Është një atmosferë festive. Të krijohet një atmosferë. Gjithsesi është shumë bukur. Në fakt, të gjitha këto aktivitete kanë stafet e tyre. Ju punoni pikërisht me stafet të specializuara. Dua t'i përshëndes të gjithë Roland Gulli, Bardhyl Hysa, Ilir Zoga, Kujtim Malia, Markelian. Janë të gjithë stafe që ju i keni, si thuash, ato mundësit tuaja për t'i realizuar këto. Tashmë me profesionalizëm dhe me një lloj lehtësie. Po, është vërtet, pra, mas tanë këtyre aktiviteteve janë mjeshtra të mëdhenj, këto mjeshtra që punojnë, jashtëzakonisht shumë, drejtorat e teatrit Rita Gjeka, drejtorin e bibliotekës dhe muzeve Zotit Magjit Cungo, drejtorin Kujtim Malia të Qendrës Kulturore Peter Gaci, pra me këta ne bashkëpunojmë jashtëzakonisht shumë. Pra diskutojmë, debatojmë, me thënë drejtën, po më ne vendosim edhe ecim para. Për një kushtesh du të falenderoj shumë edhe stafin tim të ngushtë. Patjetër. Që kanë përgjegjësa Zonjën Bruna Leshi, Winifreda Gazullin, Antonio Shabanin, se Winifreda kam për aktivitetet rinore sportive që kene më në hapur këto ekranet, Antonio Shabanin dhe Loreta Selmanin. Përshëndetje, mirënjohje për të gjithë që janë aq aktiv në realizimin e këtyre aktiviteteve. Jo vetëm aktiv, por ne jena shumë edhe elastik për të sipas situatave, ndryshimeve, marrjeve vendimeve të shpejta, nga si do të ecim, si do të bëjmë, si do të vendoset. Pra, vendimarrje në krahas anës artistike na kena shumë edhe menaxhim. Pikërisht, këtu qëndron ai mundësia për të realizuar sa më mirë. Që në radhë parë të realizohen të gjitha, në radhë dytë të realizohen kohë dhe në cilësi, në radhë tretë mos i binë nesh njëra tjetër që njerëzit të shijojnë të gjitha. Të vjen keq që ndërmendja sot si vjet nuk realizohet. Ndërmendja nuk arrihet me realizu për shkak të kushteve. Ne përgjithësisht vërtet kemi zgjat kontratën me operatorin, kemi zgjat derisa të krijohen kushtet. Por ta shohim a mund të krijohen kushte, sidomos mas vaksinimit mbase ndryshon situata. Gjithsesi ai mbet një stacion i hapur, nuk mbyllet asnjëherë. Asnjëherë. Ka aktivitete që nuk janë realizuar, me thënë drejtën, si vjet, por të gjitha janë planifikuar për të bërë edhe vite tjera, sepse janë aktivitete që kanë kriju tradita, kanë kriju, si më thënë, atë reputacionin e vet edhe ndikimin e artdashës. Artdashësit e kërkojnë vazhdimisht që t'jene. Është vërtet që Shkodra ka spektatorë të niveleve, zhanreve, mundësive të ndryshme artistike. I gjenë të gjithë. Mendoni që viti ardhshëm, qofshim shëndoshë mirë me këtë pandemi, ta kalojmë me ndim të Zotit, me masat që do merren, me vaksinimin e tjerë, të hedhim një vështrim mbi vitin që vjen, janë planifikuar veprimtari tradicionale, veprimtari që tashmë kanë fituar patentën e tyre për të realizuar. Po, janë planifikuar për të zhvilluar këto aktivitete, janë planifikuar për të pas edhe gjana të reja, por sidomos mendojmë me qenë se ka ardhur drejtori i ri Qendrës Peter Gaci, zoti Markelian Kapedani, mendojmë me bë edhe iniciativa të reja, si krijimin e një formacioni orkestror ose diçka të Peter Gaci për ta kthyer të tamam në një shtëpi arti si ka kënë dikur, në kuptimin e jetëzimit të asaj qendre. Mendojmë që Orkestra Simfonike, për shembull, ka qenë një ndër trashëgimnit kulturore të shtëpisë kulturës.
Është vërtet. Të famshme. Do realizohet në përmjet bashkëpunimit me shkollën e muzikës, me elementet që ata kanë për hargje, po kështu edhe për element tjerë që dalin. Pra, në ndonjëherë shtrohet problemi mos po bim në një rreth vicioz duke përsërit gjanat, por në fakt ne nuk bim në rreth vicioz për faktin se ne është e vërtetë që ne përsërisim gjanat, por ne çdo vit i përsërisim me një cilësi më të mirë. Me një standard më të lartë, me një shtesë tjetër tre, sipas kërkesave për asaj shtumë klasat. Sepse këto janë tradita që krijohen dhe ecin shkallë në zhvillohen dhe ne e rrugën e tyre. Nevojën që kanë ata për të përmirësuar cilësisht për të sjellë gjëra të reja. Për shembull, siç ishte supozojmë tek Jazz Festival që shtu me New Technology, grupin New Technology, tek festivali Lulebor filluan të fusin tendencat e reja me Shkodra elektronik, me muzikën Shkodra elektronik, po kështu edhe tek qendra Peter Gaci që do të shtojmë gjëra të reja, pra te galeria siç është edukimi artistik nëpërmjet artit. Grupi mund të mendohet për me pas jo vetëm valle tradicionale, po edhe street dance ose break dance. Pra janë që grupet rinore në për shkolla i bajnë, faktikisht janë grupet rinore në për shkolla, pse mos i tërheqim edhe tek aktivitetet tona, pra të japim frymën moderne në kuptimin pozitiv, si thua, pra updated, si më thënë, frymën më të fundit. Vetëm kështu ne mund të rrim aty ku do spektatori jonë. Edhe nuk thehen në limonadë. Kaluam ditë pas dite në një farë mënyre në aktivitetet e kulturës. Të ngrohur, në përgjithësi të ngrohur nga këto aktivitete, apo jo? Sepse spektatori ka shijuar, artistët kanë performuar, çdo gjë ka qenë në formën mjaft të mirë, optimale të realizimit, por që aktivizimi i artistëve të rinj. Idetë e zgjeruara të këtyre aktiviteteve për të sjellë sektor të tjerë, hapa të tjerë, të bëjnë të mendosh që edhe viti që vjen do të ketë hapa dhe ritëm, mendojmë akoma dhe më të shtuar, apo jo? Patjetër. Ju falenderoj shumë që sollëm në vëmendje gjithë këtë ecuri kulturore, por që në një farë mënyrë u përpoqëm të evidentonim disa nga vlerat, ecurit, personazhet, artistët, performancat, aktivitetet që sollën diçka të bukur në jetën e qytetit të Shkodrës. Ju falenderoj shumë për ftesën dhe për vëmendjen që keni ju ndaj kulturës. Pra, viti 2020 ka qenë vite shumë vështira për kulturën, edhe për sportin, po për kulturën. Dhe vëmendja juaj ndaj kësaj fushë tregon që nuk heqim dorë, ne do të vazhdojmë përsëri dhe do të ecim para. Me qasje të ndryshuara. Është kënaqësia e shpirtit. Është kënaqësia e shpirtit sepse vërtet artistët u vënë totalisht në shërbim të spektatorit, në shërbim të artit, në shërbim të artdarsve. Përshëndetje të gjithëve. Qoftë viti që vjen një vit i shëndetshëm, plot mbarësi, suksese në ecurin. Ju falenderoj shumë, zonja Terezina, ecuri të mbarë dhe gëzuar. Gëzuar gjithë edhe ju, stafit tuaj, ty personalisht edhe stafit për përkushtimin që keni për shumë situata në qytetin e Shkodrës. Falenderit shumë. Suksese gjithmonë.